Edi Rama është një nga figurat më me peshë në politikën shqiptare dhe prej vitesh ai vijon të jetë në qendër të vëmendjes. Ajo që të bie në sy është se ndryshe nga kryeministrat e tjerë të Europës, të cilët punën e kanë të lidhur ngushtësisht me zyrën, Rama ndjek një tjetër strategji. Ai çdo ditë është pjesë e daljeve mediatike për zhvillime të ndryshme në vend. Është vënë re se lëvizja e kryeministrit bëhet nën kushte të rrepta sigurie. Shumica e truprojave që punojnë për kryeministrin kalojnë një proces të rreptë trajnimi, shpesh me eksperiencë në ushtri apo forca speciale. Kjo e bën punën e tyre më afër një operacioni taktik sesa një punë në roje. Në çdo dalje publike të Ramës mund të shohësh se si bodyguardi mban vëmendjen 360 gradë. Ai skanon turmën pa pushim, si një radar njerëzor. Megjithatë, së fundmi ndaj kryeministrit janë marrë masa të tjera sigurie dhe tashmë ai pritet të qarkullojë në rrugët e Tiranës me një makinë super të blinduar, shumë të ngjashme me makinën që lëviz Donald Trump. Fondi për blerjen e kësaj makine është dhënë nga buxheti i shtetit dhe shuma që do të blihet ky mjet është 800.000 euro. Një shifër kjo tepër e lartë, nëse do të kujtojmë se rroga mesatare në Shqipëri është 600 euro, ndërsa një pensionist që ka punuar për 40 vite rresht merr një pension 200 euro. Pyetja që ka ngritur së fundmi qytetarët është kjo: nga kush ka frikë kryeministri që do të lëviz me makinë të blinduar? Ne do ta vlerësonim shumë edhe mendimin tuaj. Prandaj, për më shumë, mund të lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.